Skuadra e Interit ka një trajner të ri. Christian Chivu është trajneri i ri Zikaltër. Kampioni i tripetës në vitin 2010 rikthehet sërish në Milano. Këtë herë jo si lojtar, por rikthehet në stolin Zikaltër. Marrëveshja është arritur ditën e sotme për një kontratë 2 vjeçare pas largimit të Simone Inzaghi. Christian Chivu nuk është një lojtar, një emër i panjohur për tifozët Zikaltër. Christian Chivu, përveç se si futbollist, ka drejtuar dhe ekipin e Primaverës të Interit dhe ka pas shumë sukses. Së fundmi shpëtoi dhe Parmën nga rënja nga kategoria nga rënja në Serie B, duke treguar një vizion dhe një leadership si trajner. Pas refuzimit të skuadrës së Komës për të lënë Cesc Fabregas të largohej drejt Interit, Inter ka vendosur të besojë tek një njeri i shtëpisë, tek një person që njeh shumë mirë klubin Zikaltër. Zanetti dhe drejtuesit janë të bindur që Christian Chivu është njeriu i duhur për të nisur një epokë të re për këtë Inter dhe deputimi nuk do të vonojë shumë. Me datë 17 qershor kujtojmë që Inter do të përballet me Monterrey në botrojnë e klubeve. Gjithsesi kemi një trajner të ri, një fillim të ri për klubin Zikaltër. Inter ka besim te ADN-ja vet me Chivun drejt së ardhmes. Lërni komentin tuaj si mendoni, Christian Chivu mund të ringrej këtë Inter, mund të bëjë që Inter të fitojë që vitin e parë kampionatin. Si mendoni largimin e Simone Inzaghi dhe ardhen e Christian Chivu? Lërni komentin tuaj, shpërndani sa më shumë video dhe bëni sa më shumë follow.